Ky emision mbështetet nga Sarë që përmendet marka Volkswagen gjithmona bie në mend Golf 2. Ka qenë dhe është njëra ndër veturat më të popularizuara tek ne, ku edhe sot hasim në shumë të tilla, disa në gjendje të rëndë e disa në gjendje shumë të mirë. Sot ju sjellim dy super të tilla. Njëra është GTI dhe tjetra është GT2. Është Ndryshim Kabashi, një marakli i cili ka investuar mjaft shumë në veturën e tij. Pronari këtij Golf 2-shit jam rreth 2 viteve, mirë po Maroki edhe interesi është Koxhamoti, si i ri, kum pas interes për me bon dhe ja kum arrit me bon qysh kum dash vetë. Investimi edhe restaurimi ka zgjot rreth 1 vit, me kadale tu e bon. Investimi rreth 3.000 euro e ka rrug, po mirë, me sukses u ka kry qysh kum dash vetë. Maroku nuk ka fund, tash tu po e tu bon. Kom plana do sene tjera për mi bo, besoj që kom i arrit qëllimin. Përveç paragjykimeve, ai është një marakli i vërtet. Dhe tashmë shpreson që në të ardhmen vetura e tij do të ketë një vlerë shumë të madhe. Knatësin kërë i ri nuk ta jep si ta jep ky. Do me thonë është krejt prej Marokut. Ka shumica, po janë edhe disa njerëz tjerë që kanë marak kiceri, edhe t'jopin lavdota, qesin foto, është një etnisani keq që ka nis me up senat e vjetra, edhe na duhet mu mundu me i mojt. Besoj që mundet me pos vlerë kogja mirë mas një kohë, duhet mu pagu kogja mirë. Po ta shpresojmë. Po, kërkesa kom vazhdimisht, mirë po interesim njerë jo. Edhe Fatlin Tredhaku e ka një të tillë, por ajo është GTI. Mbrapa meje e sheh një Golf 2 GTI, është i vitit 1990, fabrikisht 1.8 GTI 16 ventis, është me motorat ndrun disa herë, është thyr në dizel, tani 1.6, tani e kom kthy 1.8 GTI 8 ventis, e tash është 2.0 16 ventis ABF. Motorën e ka 93 me 200.000 të kalune me librat servisit me krejt. Po në tash këpron motor të mirë. Si shumica të rinjeve, tek ne që ka qenë një dëshirë të kemi një veturë më sportive, ky tashmë e ka një të tillë dhe kujdeset mjaft shumë për të, ku atë në qytetin e Prizrenit mund ta shihni vetëm në vikende. Si i ri, pak kjerat qef ma shumë sport, ato këto mi ndrejqe dhe puna që kjerat e reja me marë të kushton, plus ta një studime është pak problem mi bo, edhe mi majt, edhe ajtë vendosa me një Golf 2, thasht ta marë, fati jem ke që kër kom shku me marë ka qëllu GTI, 16 ventis, karoseria ka qenë shumë e pastërt, shumë e rujtne, do mos ka pas as korizion, as kurgjo, tja në interior ka pas nevoj, do mon investime këto gjana, motori nuk ka qenë i mirë, ka pas defekte, probleme, po me kohën do mon një restauru, tani tjetra është se Golf 2-shin e kam edhe kujtim për prindit, ka qenë domosdoshmë një periudhë të keqe shëndetësore kur edhe ma bleti edhe më tha që ndodh çka ndodh, domosdoshmë be majt kujtim për meje, kështu që edhe ja ka vlerë çdo investim që e kam bën ta. Kështu që golfi vetëm vikendeve voziti, domosdoshmë dal me prindin, në kafe diçka çoj me lak kerrin edhe drejtë në shtëpi. Domosdoshmë nuk është që e shem rrugë vazhdimisht pejt hanës dhe i dillen me pas çdo ditë. Ka të shumt që paragjykojnë, por Maraku dhe dashuria që ka për veturën e tij është mbi të gjitha. Kam edhe mrena shoqënisë që jam bu që më thojnë pëse s'peshet, e merë një kjerë ma tri, ma diçka, pa i kjerën e ri e merë, po
qefin që e bon të e vozit, adrenalinën që mush me ndje me këtë kjerë, kur ta vozit për shembull me një shpejtësi në autostradë më ndaj 120 km ose edhe më shumë në orë, domethënë ndje adrenalinë tjetër. Kjerë i ri nuk njihet në zhurmë, është më izoluar, po nuk e ka atë ndjesinë. Tani ka edhe pjesa e qytetit kur del, për shembull kur po takohemi me shoqni, nalen, të bëjnë video, snapa, e gjona domethënë tjera, o desa në TikTok kena arrit me shoqni të dal, shoku ti e pa golfin domethënë është ka edhe marakli domethënë golfdyshave. Tash e 5 vite që është pronari i kësaj veture, ka investuar mjaft shumë. Vlerë monetare, pajagi shumë më ka dalë, edhe sa dikur më ku me këdorë këtë minë më. Uan, veç e shoh, se llogarisë, një zhurmë të vogël me një ose një defekt më të vogël që e shoh, direkt terminin e lotë mjeshtri, direkt e qëtë mjeshtri me marrë me këshu shkon problemi, tek është problemi, me një menajq. Uan, është puna që motorin e kom edhe dhurat prej një shoku shumë të ngushtë, ajo ka pas për veti edhe më thëjke kjeri nuk është veç me majt me thonë që e kam bukur. Kjeri më thëjke ki nevoj shamu në 2 natës, qëtë zori, të vynë kjeri, kur t'ja shtin qelsin, mos me pas vezvesen me thonë, a mund me mqu, a ka nej defekt me tut me vozit. Kështu që shumë i rigatin këtë pjesë, shka do që e ka një problem të vogël me një këshyri për mja bozgjidhja. Investime ka pas, jashtë nuk më pas nevoj, valla për një 5 vjetë që e kam une, gati 10.000 me kam ri me motora aty ndro me një që, dhe me një që prish ato, prish këto, jo vesh interiorin, jo ndro ashtu, jo s'po pëlqen, jo në gjyros, jo ndro pak nuancat e në gjyros, domon vazhdimisht, po ka, vazhdimisht ka shpenzime.